Habit eksperti, këto ushqime nuk duhet t'i fusni kurrë në frigorifer. Frigoriferi është një heroj i kuzhinës pasi ndihmon për të mbajtur ushqimin e freskët dhe për të parandaluar rreziqet e vakteve. Por, a e dini ju se jo gjithçka duhet që të ftohet? Ndërsa ushqimi rekomandohet të mbahet në temperatura të ftohta, ka disa ushqime tepër befasuese, të cilat nuk i përkasin asnjëherë frigoriferit. Madje disa nga to mund të paraqesin rrezik për shëndetin kur ato ruhen në një mënyrë të gabuar. Prandaj, bëhuni gati të mbani shënime dhe të dëgjoni se cilat ushqime nuk duhet të fusni kurrë në frigorifer. Si për shembull domatet, patatet, bananet, qepët, kafeja, hudhra, sosi djegës, vaj, mjalti, pjeshka, mango, kivi, mielli, ves, avokado, speca, dardha, tranguj, molla.